Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, shprehu sot besimin se zgjedhja do të sjellë në Prishtinë një parlament më energjik për qeverisjen e Kosovës. Zoti Haradinaj tha Zërit e Amerikës se rruga më e mirë mund të ishte shkarkimi i qeverisë Thaçi, e cila e humbi shumicën. Ai tha se shpreson që zgjedhjet të sjellin një parlament më të pastër përsa u takon dyshimeve për afera korruptive. Zoti Haradinaj bëri këto komente gjatë një vizite në Tiranë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton. Drejtuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ish kryeministri Ramush Haradinaj shprehu sot besimin se zgjedhjet e reja në Kosovë do të krijojnë në Prishtinë një parlament më të fortë për të vendosur mbi të ardhmen e vendit. Ai dha këto komente për Zërin e Amerikës në Tiranë pas publikimit të librit Haga e Ramush Haradinajt të autorit Michael O'Reilly. Zoti Haradinaj deklaroi se shpërndarja e parlamentit erdhi si pasojë e pengimit të vendimarrjes në vendime të rëndësishme. Ka pasur një ngjeçje në mundësinë e vendimarrjeve në parlament, edhe humbje të shumicës për qeverinë, është epilog i arsyeshëm pra shpërndarja e parlamentit, por të them drejtën, unë kam menduar se epilogu më i drejtë do të ishte shkarkimi i qeverisë Thaçi, qeveri që kishte humbur shumicën, qeveri që ishte shkaktare po ashtu për ngjeçjet edhe në parlament. Megjithatë parlamenti vendosi që të votojë shpërbërjen, me këtë rast edhe shkuar në zgjedhje, tani veç jemi në prag të zgjedhjeve dhe i uroj Kosovës zgjedhje të lira të rregullta. Por sa do të ndryshojnë raportet dhe përbërja e parlamentit të ri pas këtyre zgjedhjeve? Zoti Haradinaj thotë se qytetarët e Kosovës do të zgjedhin një parlament të ri, i cili do të jetë më energjik në vendimarrje dhe kryesorja është që ai të mbushet me njerëz të rinj dhe të pastër. Besoj që do të ketë ndryshime në legjislaturën e ardhshme. Besoj që qytetarët do të përcaktohen për njerëz sa më kredibil, për politikanë sa më serioz, edhe për politikanë që janë ashtu të pastër, që nuk janë involvuar në afera të kundërlidhshme, apo që kanë një etikë që s'është më e mira për qytetarët e vendit. Zoti Haradinaj shprehu shqetësimin pse 15 vjet pas çlirimit të Kosovës, ajo nuk mundet të krijojë një ushtri të vetën, ndërkohë që e ngriti një gjykatë për ngjarjet e luftës. Megjithatë është optimist se Kosova ka nevojë për të dyja, edhe për ushtrinë edhe për drejtësinë e saj. Mendoj që kualiteti ose mënyra që kemi qeverisë me veten është për kritikë. Por shpresoj që do të ndryshon shumë çka pas këtyre zgjedhjeve në Kosovë, pra që do t'i kthehemi vetvetes edhe kualitetit vërtet që kemi ne në Kosovë edhe mundësive që kemi. Nuk ka vend pa drejtësi, pa ligj, pa gjykat, por po ashtu edhe ushtria është pjesë e vendeve të pavarura. Ne sidomos e konsiderojmë ushtrinë tonë edhe si kontribut për paqen në botë, për NATO-n, e cila na ka mbështetur ne në kohë krize. Në ceremoninë e Universitetit Evropian të Tiranës për publikimin e librit Haga e Ramush Haradinajt, morën pjesë deputet nga forcat kryesore politike të Shqipërisë, historian dhe diplomat, gazetar dhe student. Autori O'Reilly, zoti Haradinaj, studiues, student dhe gjithë forcit e tjerë i kushtuan më shumë vëmendje të ardhmes së Kosovës, bazuar në mësimet që solli e kaluara e saj. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.